Në seancën e zhvilluar në gjykatën e Vlorës, trupa gjykuese la në burg 32 vjeçarin Hajti Bajramaj, drejtuesin e automjetit tip Porsche, i cili ishte në gjendje të dehur në momentin e aksidentit tragjik. Prokuroria ka ngritur ndaj tij akuzën për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor dhe drejtimin e mjetit në gjendje të dehur, ndërsa hetimet po vijojnë për të sqaruar të gjitha rrethanat e ngjarjes. Gjatë seancës, Bajramaj është shprehur i penduar, duke kërkuar falje përpara familjarëve të viktimës, të cilët kanë ndjekur procesin me dhimbje dhe revolt. Ata kanë kërkuar që akuza të ndryshohet në vrasje me dashje indirekte, duke apeluar për ashpërsimin e ligjit ndaj drejtuesve që japin mjetit nën efektin e alkoolit dhe rrezikojnë jetën e të tjerëve. Leonardo Shamata, i 17 vjeç, nxënës në gjimnazin Alidemi në Vlorë, punonte pas orarit shkollor për të ndihmuar familjen. Fatkeqësisht, ndërsa kthehej në shtëpi pak pas mesnate, u përplas me forcë nga automjeti i Bajramit, duke humbur jetën në vend. Tragjedia ka tronditur qytetin e Vlorës dhe bashkëmoshatarët e Leandros, të cilët kanë organizuar omazhe pranë shkollës së tij në nderim të kujtimit të 17 vjeçarit, ndërsa prindërit kërkojnë që drejtësia të mos u mbyllet me një vendim formal, por të japë një mesazh ndëshkues për çdo shkelës të ligjit në rrugë.